Banorja e Big Brother VIP Kosova, Sasa Hoda, ka përjetuar një nga momentet më të ndjeshme dhe emocionale që nga hyrja e saj në shtëpinë më të famshme në vend. Gjatë një bisede të hapur, ajo shpërtheu në lot, duke pranuar se ndihet e lodhur si fizikisht ashtu edhe emocionalisht, ndërsa presioni i lojës dhe izolimi duket se kanë lënë gjurmë të forta tek ajo. Me zërin që i dridhej dhe sytë e përlotur, Sasa u shpreh se ka arritur në një pikë ku nuk po arrin më ta mbajë veten. Ajo rrëfeu se ditët brenda shtëpisë si duken të rënda dhe të ngarkuara, duke thënë se ka harruar se kur ka qenë për herë të fundit vërtet e lumtur. Fjalët e saj, jam e lodhur, s'po munden më. Kam harru kur kam qenë e lumtur, kam harru, prekën jo vetëm banorët e tjerë, por edhe publikun që e ndjek nga jashtë, duke reflektuar anën më njerëzore të eksperiencës në Big Brother. Ky moment i Sasës solli një atmosferë reflektuese brenda shtëpisë, ku për disa qaste u lan ana strategjik, debatet dhe rivalitete. Në vend të tyre, u pa qartë nevoja për mbështetje emocionale dhe mirëkuptim. Banorët Klodi dhe Londrimi ishin të parët që ju afruan, duke i qëndruar pranë dhe duke u përpjekur ta qetësojnë me fjalë inkurajuese. Ata i kujtuan se nuk është vetëm dhe se çdo fazë e vështirë është kalimtare. Mbështetja e tyre u pa si një gest solidariteti dhe empatie, duke treguar se pavarësisht konkurrencës së fortë, brenda shtëpisë krijohen edhe lidhje njerëzore të sinqerta. Momenti i Sasës hapi diskutime edhe mes banorëve të tjerë për lodhjen emocionale që sjell izolimi, presioni i vazhdueshëm i kamerave dhe mungesa e familjes së miqve. Ky shpërthim emocional i Sasës shihet nga shumë kush si një thirrje e heshtur për qetësi dhe mirëkuptim, duke rikujtuar se pas figurave publike dhe lojtarëve të reality show-ve fshihen njerëz me ndjenja, limite dhe dobësi. Rrjedhimisht, ky episod pritet të ketë ndikim edhe në dinamikat e ardhshme të lojës, duke e vendosur Sasën në qendër të vëmendjes dhe duke nxitur më shumë empati nga publiku dhe banorët e tjerë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.